Mirdita, çfarë ka ndodhur me familjen shqiptare? Pash dhe lexova lajmet të asaj zonje që braktisi fëmijët e saj. Por unë dua ta diskutoj me ju sepse është një moment delikat. Është e vështirë, nuk dua të paragjykoj, nuk është një paragjykim, por është një diskutim i përbashkët për të kuptuar se si janë zhvilluar ngjarjet që në atë kohë, pra në kohën e monizmit deri sot, dhe ku kemi arritur sot. Nëse kemi arritur në një zhvillim, pra dhe apo jo, qoftë të familjes, por qoftë edhe personal. Duhet ta diskutoj me ju sepse lexova disa intervista, disa komente, pash një intervistë të tërë, një orë të asaj zonje, pra të vjerës zonjës, dëgjova intervistën edhe të zonjës, mirë po, për ata që nuk e din, është denoncuar një zonjë, që 33 vjeçë zonja, me 3 fëmijë, që gjoja ka braktisur fëmijët. Por unë e shikoj, dua të jem gjithmonë asnjanës dhe dua ta shikoj në një këndvështrim tamam si një prind, ose si një fëmijë, nga të dy anët, ose si një që shikon se si kanë zhvilluar ngjarjet e një familje shqiptare. Okej? Dhe do të dëshiroj që ta diskutojmë së bashku, sepse duke diskutuar mund të rregullojmë gjëra. Pra nuk është një si mund të quhet, një gjykim ose një që të tregojmë të tjerëve se kush jemi ne, kush jam unë ose kush jeni ju. Absolutisht jo. Thjesht për të kuptuar se ku ka arritur familja shqiptare. Për ata që nuk e din, thash, është një grua 33 vjeçe, që kush është rasisht dhe nuk e ka bërë ende, bëjini like faqes dhe videos të shihemi sërish dhe falenderoj që jemi për bashkë. Një grua e re, një grua 33 vjeçe, është denoncuar nga, me sa për ata që nuk e din, pretendohet që është denoncuar nga vjerra e saj, sepse ka braktisur fëmijët. Tani, thash, pash shumë intervista, lexova shumë nga këto faqet që tregonin për gruan, dhe një nga këto televizione, ku flet për këtë, kishte marrë një intervistë qoftë gruan, por qoftë edhe vjerrën. Pikë së pari, gruaja, me sa e kuptova, ashtu si deklaron dhe vetë, ajo jeton në një shtëpi që pagon 300.000 lek qira, në Durrës. Dhe burri i saj ka qenë në burg 5 vjet. Ka dalë nga burgu, po ai nuk mundet, sepse si gjithë një pjesë e madhe e shqiptarëve bëjnë nga ato punë dhe pastaj nuk kanë mundësi që të gjejnë punë, ose nuk gjejnë sepse kërkojnë të njëjtën punë, nuk e di. Por ai është pa punë dhe nuk mundet që dhe ta ndihmoj gruan, sepse janë ndarë. Pra edhe pse ka dalë nga burgu, me sa deklaron edhe gruaja, ai her pas here jep në 100.000 lek, 150.000 lek, apo ku ta diun gjëra të vogla. Dhe gruaja, më thoni ju, si do t'i rrisë fëmijët kjo grua? Pra, ku është ndërgjegjësimi i babait, i vjerrës që filmoi çdo gjë, apo i të tjerëve? Pra, në qoftë se do flasim ashtu siç duhet, si do t'i rrisë fëmijët kjo grua? Si? E di që shumë prej jush do thonë që po nuk mund të lihen ashtu fëmijët, pra një shtëpi që është komplet e pist, nuk e palar, e tjere, dhe fëmijët, dikush nga ta dëgjova që ka dhe është me zgjebe, të tjerë kanë probleme tjera. Dakord. Por pse ka arritur gjendja deri këtu e një familje? Nuk po e generalizoj tani me familjet, gjitha familjet shqiptare, por në Shqipëri, në qoftë se do flasim në Shqipëri, në qoftë se një grua, për shembull si punë e kësaj, merr një rrogë 400, 300, 400, apo ndoshta edhe 500.000 lek të vjetra, si mund ta përballoj ajo jetën me qira dhe të mbaj fëmijët? Si do ta përballoj? Sepse këtu po flasim për bazat jetike të njeriut. Pra, në qoftë se është e thjesht e përsëris edhe një herë të gjykosh, sepse çdo kush ka probleme, nga i madhi deri tek i vogli, bile sa më të mëdhenj janë, sa më të famshëm janë, sa më të pasur janë, aq më probleme kanë. Dhe ndonjëri si thot një shoku im, thot, më mirë mos kem asgjë se sa të kem, thosë mi marrin. Dhe po thosha, është e vështirë që të gjykosh nga kjo anë. Por në një situatë të tillë ku nuk ka punë, ose edhe sikur të ketë punë, një nën me 3 fëmijë që punon gjithë ditën, se me sa e kuptova punon 12 orë në ditë, si do t'ja bëj ajo që të ushqej fëmijët me
400.000 lekë që merr. Dhe në qoftë se kanë një problem fëmijët, si do t'i kuroj ajo fëmijët? Pra, unë them që sepse familja është shpërbër, nuk është më babai që të rri afër. Pra, duke mos qenë babai dhe nëna, sepse të dy bashk kanë forcë më shumë, dhe duke qenë të dy bashk, padyshim ndihmojnë. Por duke qenë nëna e vetme, si do të ndihmoj? Pra, e vetmja gjë është që ose nga familjarët, për shembull në këtë rast vjerra, që ajo thotë që u jeton në Itali dhe herë kur kthehet shkon dhe i takon. Ç'lidhje ka? Ç'lidhje ka ti takosh sepse nëse edhe ti nuk mundesh, sepse ajo ndoshta është në pension edhe vjerra, ku ta dim si janë gjërat, por nuk ka, nëse nuk ka një ndihmë nga familjarët, pra vjerra, vjerri, qoftë nga njëra anë apo nga tjetra, atëherë mbetet që të ndihmojnë këto shërbimet sociale. Po si do t'i ndihmojnë, sepse nuk di që nuk kanë të ardhua financiare në Shqipëri. Pra janë tepër, si mund të quhen, në hapat e para. Dhe si mund t'i ndihmojnë këta fëmijë, këto familje, si? Tani, nuk e generalizova, por them familja shqiptare, pse? Sepse pothuajse pjesa dërmuese e familjeve shqiptare kanë ndryshuar shumë. Pra, nga viti 90, po flas deri tani. Ka ndryshuar sepse situata, jo vetëm ekonomike, por edhe shoqërore, kudo qoftë, është ndryshe. Dhe rrjetet sociale janë ato që kanë dhënë kontribut të madh. Ç'do të thotë kjo? Disa kanë krijuar probleme, pra brenda familjes, pikërisht nga rrjetet sociale, kurse të tjerë kanë marrë informacione. Pra, informacioni gjendet, sepse informacioni e gjen gjithandej, por varet se si ti e merr informacionin, se sa me kë gjendesh, sepse më thuaj me kë rrit të them se cili je. Nëse ti gjendesh me njerëz që nuk të si mund të quhet, nuk të ushqejnë me dituri, atëherë ti do shkosh ashtu siç bën dhe ai, do shikosh atë dhe do bësh dhe ti. Pra, në një rast të tillë, ju si mendoni? E përsërisht e një, nuk është për të gjykuar, por si mendoni, pse familja shqiptare ka arritur deri këtu? Pra, ka arritur në një situatë që nuk është më si dikur. E them këtë sepse dikur, edhe pse ishim të varfër, por sidoqoftë ishim të lidhur mes njëri tjetrit. Sot nuk ka më. Pra, babai dhe nëna pothuajse janë të ndarë. Gjithsekush bën jetën e tij personale. Bile do t'ju them, njerë, par vjet ishte, takova disa shqiptar dhe për një rrugë që do bënte, pra njëri nga këta, do shkonte gruaja, do shkonte deri diku, ai tha, nëse do shkosh do më japësh 10 euro. Po nuk e kishte me shaka, unë kujtova se ishte me shaka. Më jep 10 euro, tha që të vi, tha, si do, me një fjalë, jetën që e bënin ata, se ma tregoj, jetën që e bënin të ndarë. Pra, ne mund të rrim bashk, të rrisim fëmijët bashk, të bëjmë llogarin sa do shpenzojmë për këtë, për atë, për fëmijët, për çdo gjë, për shpenzimet, për të ngrënë, për të pirë, për këto pagesat, drita, uji apo çfarë janë, dhe pastaj secili i mban për vete. Pra, ky është një sistem amerikan, sepse amerikanët e kanë kështu, pothuaj, jo të gjithë, por pothuaj kanë kështu, dhe dal nga dal shoqëria po shkon në këtë prizëm, pra po shkëputet mes njëra tjetrës, pra mes njëri tjetrit njerëzit, dhe unë mendoj që ka ndryshuar shumë, unë nuk e perceptoj dot këtë, unë mbaj mend që kur isha edhe në Greqi, por edhe në Itali, në hapat e para po flas, unë çfarë kisha, nuk mbaj asgjë në xhep, fare, asnjë darkë. Nuk e di pse, isha kështu. Ndoshta sepse kisha parë prind, ndoshta sepse kisha dëshirën e familjes, dhe thosha, na merri dhe bëj ç'të duash, por mos i shpenzo kot më kot. Sepse duke ndëjtur bashk, duke jetuar bashk, ajo grua a punon, ajo grua a bën për të ngrënë, ajo grua pastron, pra duke e ndihmuar atë, ajo e kupton dhe nga ana tjetër të ndihmon edhe ty. Kështu e kam menduar unë. Pastaj ndoshta është gabim,
Por megjithatë, ju çfarë mendimi keni, sepse është mirë që të jemi të informuar, sepse lexova e përsëris edhe një herë shumë komente negative për këtë nën, por duhet shikoni edhe nga ana tjetër, sepse nëna e vetme me 3 fëmijë, ndonë se mund të ketë probleme çfarë të doni, ajo siç e tha dhe vet, nuk ka dashur kurrë që të lë fëmijët në mes të rrugëve. Bile ajo thotë unë punoj, thotë gjithë ditën, si do t'ja bëj unë, thotë. E di thotë është e thjeshtë, thotë ajo që të flas nga ana tjetër, por nuk mundem si do mund. Ka nga ato nëna, ka edhe nga ato që nuk flen fare. Punojnë edhe natën, pastrojnë, rregullojnë, bëjnë për të ngrënë, ushqejnë fëmijët, i veshin, i ngjeshin, i çojnë në shkollë etj dhe shkojnë edhe në punë. Ka edhe nga ato. Mirë po, jo të gjithë jemi njësoj. Kështu që duhet diskutuar pikërisht për këtë, sepse një informacion më shumë na ndihmon. Pres komentet tuaja çfarë mendimi keni dhe kalofshin ditë bukur.